Për të tretin vit me radhë në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë u mbajt festivali i koreve të misis greko-shqiptare. Këtë herë në aktivitet kanë marrë pjesë grupe korale nga Athina, Evia dhe Kalamata, ndërkohë që Shqipëria është përfaqësuar me korin e njohur Lira, si dhe një grup të një shkolle në qytetin Juglindor. Për Aleksandër Ikonomidhi, këngët e serenatës korçare dhe greke ngjasojnë shumë me njëra tjetrën. Atë që ditë të them është që kori Lira është shumë i ngjashëm dhe ka pothuajse në disa nga këngët qytetare, edhe nga disa nga serenatat, sepse këtë vit në këtë edicion neve sillim serenata, të cilat në shumë raste këndohen edhe nga neve, po edhe nga Shkodra, janë këngë të cilat janë pan-ballkanike. Serenatat e ishujve grek, sidomos serenatat e Zakintos, do jenë në një nga koret të cilët do performojnë Enkas. Edhe për drejtuesit e koreve greke, këngët jo vetëm korçare dhe të qyteteve greke ngjen me njëra tjetrën, por i gjithë Ballkani ka dhënë e ka marrë në muzikë. Nuk mund të themi se kemi muzikë të njëjtë, por kemi shpirt të njëjtë. Muzika ballkanike veçon nga jo europiane. Muzika korçare ngjason me atë greke dhe shkojnë mirë me njëra tjetrën. Për ne, ky koncert tregoi se historia bëhet nëpërmjet muzikës. Ka ngjashmëri sepse jemi afër dhe muzika ngjan. Mendoj që të dy popujt kanë marrë dhe kanë dhënë nga njëri tjetri. Gjuha e muzikës është ndërkombëtare. Në pjetore unë jam ulur dhe po pija vetëm. Festivali i koreve është ndjekur nga ardashës të shumtë, jo vetëm korçar, por edhe grek të ardhur Enkas për festivalin e misis greko-shqiptare.